Një mjek i spitalit rajonal të Korçës është vënë në pranga nga policia pasi akuzohet se ka ngacmuar seksualisht një paciente 21 vjeçare. Arrestimi i Nikolaj Nunkës është bërë pas denoncimit të bërë nga vetë pacientja. 21 vjeçaria ishte dërguar në urgjencë për shkak të dhimbjeve të barkut dhe të vjellave, ndërsa pas kontrolleve mjekësore është vendosur të kryejë ndërhyrje për apandesit. Sipas kallëzimit të vajzës, thuhet se mjeku 72 vjeçar, si kirurgu i saj, e ka ngacmuar seksualisht duke e prekur në pjesë intime me pretendimin e kontrollit mjekësor. E reja ka shtuar se nuk ka mundur të ketë prova filmike pasi doktori për herë kur hynte në dhomën e mjekimit i kërkonte të hiqte telefonin. Akuzati ka puhuar edhe babai i saj. Kurse dje kishte vajtur kynë, kishte bërë veprime, e kishte zënë vajzën e deshe që ta puthe. Aty është përthevi, vajza zmajti me. Po mi me keqe babi ta, pse si theshe ti kur shikoj një dyshim na hy. Po jo babi ta s'desha të bëj një shertha. Edhe kështu në ato moment lajmërova policinë. Në atë kohë zbresim poshtë të nervozuar, kur zbritëm poshtë, e shikoj doktorin po ikte me ambulancë. E ndaloj aty, i thashun këtu, i thashun se ti e për të arrestuar, i thashun ore. Ndalovi, e zbrita nga makina aty, e mbajt aty derisa ardhi policia. Nikolaj Nunka ka qenë dhe më herët i arrestuar nga policia për mitmarrje, ndërsa burime nga grupi i hetimit bëjnë me dije se çështja ndodhet ende në fazën paraprake të hetimit dhe doktori është marrë nga Spitali i Korçës kur ka qenë në punë i shoqëruar me forca të policisë. Nga ana tjetër, drejtoria e Spitalit Rajonal ka marrë masën e pezullimit nga detyra.